gatuaj me Albanën. Mirë se të gjeta në Buzhin. Dhe me Andronikin. Si kemi sot? Kemi receta të thjeshta. Ky vendi këtu për ditë me receta? Çfarë thua, është dëgjoj provokoj çik. Jo, është si puna që ti je narcist. Të? Sepse unë veten time nuk mund ta shikoj pa këtë vend këtu. Kjo është. Nëse vojë nga narcizmi, dakor le të themi edhe kështu. Është vendi më i dashurimi, patjetër. Edhe shpresoj edhe për Anvisat. Që na e projektojnë veten këtu, unë e them, kjo është një vend i domosdoshëm për mua dhe uroj sa është i domosdoshëm për mua edhe Anvisat të kenë një domosdoshmëri për ne. Uroj të jetë kjo gjë. Deri tani na e kanë thënë, uroj të jetë kjo gjë. Ndjekjen e tyre dhe qasjen ndaj nesh, kështu që i falenderojmë dhe nëse do të kemi varet se sa kohë na marrin sot receta, do të kemi mundësi edhe të i komunikojmë pak me to, duke qenë se her pas here na merr malli dhe hapim të dritaren e komunikimit drejt për së drejti. Ti shpjegojmë, ti tregojmë fillimisht recetën. Para të fillojmë, normalisht unë marr një tavë, gjëja e parë është duhet ta haj syri një ushqim. Dhe kur kemi ato pajisjet e dura të kuzhinës është akoma edhe më mirë. Nëse nuk është me lule, mund të jetë qelç, si të dëshironi ju, por e mira të mirave është të jetë qelç edhe jo inox në këtë recetë. Pra kam një tavë me oriz dhe perime. Gjë që orizin e kam shplar mirë. Shtoj pikat e limonit për të pasur më të shkrifët dhe ngjyrën e bardhë, ruajtjen e ngjyrës së orizit. Shumë mirë e dim që na jep një butësi limoni, sikurse ka dhe vetë aciditetin. Atëherë, në të gjithë sipërfaqen, shtroj orizin dhe e vendos direkt në furrë. Nuk më duhet as krip, as vaj, absolutisht asnjë gjë. Një furrë të parangror që unë e kam diku te 200-ta, i kaloj sepse asgjë nuk më duhet. Edhe këtu, kam perimet e tjera, kam pataten, qepën, karrotën, erzat e duhura, normalisht i kam prerë në rrethore dhe kam djathtin përsipër, që në fund fare të tavës shtoj djathtin e bardhë, nëse ju doni djath kaçkavall, si të dëshironi ju. Por perime e ka lezetin me djathin e bardhë. Largoj dhe shtoj. Largoj vaj dhe shtoj perimet. I lë të ka urdisen pak. Patate, qep. Normalisht, sa të ka urdisen pak, shtoj edhe patatet. Patatet janë të reja dhe unë i kam lënë me lëkurë. Për pastrimin e patatet shumë mirë, ne na duhet që t'i pastrojmë me pjesën e sfungjerit. Pjesën e ashpër? Pjesën e ashpër, jeshile nga çfarë ngjyre mund të ketë sfungjeri. Normalisht lëngu që lëshon, jo, po dhe edhe uji i parë që ne lëshojmë, ose janë disa furça që janë tamam për perimet, janë shumë të mira. Atë lëmë me shtojmë tek lulet. Bëj një kaurdisje dhe nuk shtoj qepën akoma. Por shtoj masën e kripës, masën e piperit, dhe normalisht marrin dhe pak aromat njëra tjetrës. Kam dhe thelpin e hudrës, gjë që të gjitha i largoj. Të shohim pak tani sa të zbuten, të shohim pak recetën tonë të shkruar, pra përgatisim për ju tavën me oriz dhe patate. Dhe perimet të tjera, ja duen për këtë tavë 5-6 patate të vogla ose patate normale, mjafton që t'i lëni me gjithë lëkurë, t'i lini me gjithë lëkurë në këtë gatim.
2 karota, 1 qep mesatare, 1 speci kuq, 1 thelpi hudhër, 1 filxhan çaj oriz, 4-5 lugë gjelle vaj ulliri, ujë ose lëng mishi 2 filxhan çaj, krip dhe piper dhe djath të bardhë sipas dëshirës. Shifeni, janë zbutur perimet. Do? Janë zbutur disi. Tani unë shtoj qepën. Shtem qepën. Kemi dhe specin aty, të duhet specin? E prerë në rrethor urdhro. Specin e ke lënë aty, apo ta marrë? Një sekundë sa të shtoj kopshtarja të marrë një spec. Spec të kuq apo spec jeshil, sipas ngjyrave që doni t'i jepni ju tavës, ne të dyja i kemi marrë nga një pjesë të vogël për t'ia ushtuar perimeve të tjera. Speci është i fundit që shtohet. Normalisht se duhet që të mbaj atë edhe shijen, për edhe butësin e duhur. Për pak orizin. Orizi derisa duhet të qëndrojë në furrë. Duhet të zverdhet, a duhet... Sa të krijoj pak atë tharje, në gjë që është avash, derisa... Pra më shumë pra... Derisa bëjmë perimet, është bërë orizi. Po. Dhe kështu në Tigana u krijuar një tavë me ngjyra. Tani, largoj edhe këtu dhe e filloj dhe mbaj purën ashtu si duhet. Marrim edhe orizin, sa të zbuten pak edhe specat, ujin, ne do të përdorim ujin me sa shoh, ke lëngun e mishit, por nëse doni t'ia shtoni shijen, mund të përdorni lëng mishi, lëng... Pra, me që unë kam me perime, normalisht si recetë është me lëng mishi, por, sipas mendimit tim, kur ne kemi me perime, duhet të jetë buljoni perimeve. Mua buljoni perimeve nuk më duhet sepse janë perimet këtu. Duhet nga kufizoj. Kjo recetë bëhet edhe me ujë dhe me lëng mishi. Normalisht, nëse ne duam që perimet të na ruajnë ngjyrën, i vëm pak sodë. Nuk bëjmë blansherimin, po vëm sodën. Se kisha prekur ndonjëherë në për gatime. Duket sikur janë bërë perimet, të shoh pak orizin. Këtë orizi është tharë. Ja, unë po e sjell që të vendosësh edhe perimet në të. Derisa ta shohim të tharë të shkërmoqur në një farë mënyre. Pra, shiko? Pasi e lam. Është tamam si para përgatitja e kripës. Po. Pra, është e gjithë, si përfaqja është e duhur. Do të shtoj mbi orizin, do të shtojmë edhe masën e perimeve. Nga në këtë formë, si që shihni, plot ngjyra, dhe ku ka ngjyra ka edhe shije. Kemi thënë që pjata jonë do të jetë gjithmonë me ngjyra. E sigurisht që do t'i shtohet, ja se kam lënë furrën në tezur, do t'i shtohet edhe sasia e ujit, që të llogarisim edhe zjerjen e orizit, edhe zjerjen e perimeve. Pra, shikojmë, gjë që unë, më duen 2 filxhana. Po, pra ne kishim 1 filxhan oriz, na duen 2 filxhan, ndoshta edhe pak më tepër, duke qenë se janë dhe perime. Gjë që shtoj, e lë këtë pjesë. Po, se është nxehtë. Marrë dhe e largoj duke i shtuar edhe majdanozin, nuk ja shtoj tani sepse krijon atë nxjerrje. Dhe unë nuk dua që t'i vendos asnjë lloj letre. Dua që ta lë në ajër, në grilën e mesme,
Të zjejmë perime, të zjej dhe orizi. Me të mbaruar ky proces, do t'i shtojmë në fund fare djath të bardhë të grirë dhe majdanozin, meqense mirë se erdhët, jemi në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit në Rrezë Dielli. Siç e shihni, kemi përfunduar tavën me oriz dhe me perime. Një foto i duhet për rrjetet sociale, kështu që do ta shihni edhe aty. Taze, të sa po fotografuar recetën, dhe kur dalin kështu me ngjyra, sigurisht që edhe ne kemi kënaqësinë që t'i ndajmë me ju, do ta servirim në një prej pjatave tona, që ta shijojmë më pas, para se të kalojmë tek shif tani se si del, ja. Lakrat ushqim. Super, super, super. Ja. Mos shtoni shumë oriz, ai edhe vet shton gjatë zjerjes, cilë pjatë këtë do? Speca, karota, patate, oriz, ngjyra, shije. Deshët djathin e bardhë dhe majdanozin që ashtoni perimet për sipër, edhe pak këtë pjesën këtu. Dhe normalisht, siç e tham, djathin pa e gatuar, do t'ja shtojmë djathin e bardhë sipër, për t'i shtuar edhe një ngjyrë, për t'i shtuar edhe një shi, dhe pak majdanoz nëse doni për ta freskuar dhe për ta ndier atë shijen e majdanozit, koperit, bimët aromatike i keni ju sipas shijeve dhe preferencave. Kjo ishte receta e parë që u përgatit.